Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht, duke ju uruar mbarësi në këtë ditë. Sot unë në studio kam ftuar një artist të ri. Ai është cilësuar si artisti i ri më i mirë në ekspozitën Salloni i Vjeshtës 2020. Me mua sot në studio është artisti pamor, Klevis Baja. Mirëmëngjes Klevis, mirë se ke ardhur në studion tonë. Faleminderit. Që në kryet herës dua t'ju uroj për këtë çmim i cili do t'jetë për ju shumë i veçantë, apo jo? Po, sigurisht. Faleminderit për ftesën një herë. Çmimi i dallueshëm nga shumë punime, kishte edhe çmimin tjetër, vepra më e mirë, kurse ju cilësuat artisti më i mirë i ri. E pristet këtë çmim? Në fakt ishte një kënaqësi me marrë pjesë të ai ekspozit. Unë kam marrë pjesë edhe vite tjera më përpara. Por këtë vit u gëzova shumë. Në fakt për këtë çmim dhe ishte një kënaqësi shumë e madhe. Në fakt, si vjetë, çdo gjë zhvillohet në kushte të veçanta. Edhe vizita në galerinë e arteve, pikërisht në ceremoninë e hapjes së kësaj ekspozite ishte veçantë. Shumë e limituar në njerëz dhe rrallë poshtë duke pritur të hynin për ta vizituar nga pak njerëz. Si e morët vesh? Unë fakt po priqa si gjithë tjerë që me hi me vizitu ekspozitën. Unë kisha kanë edhe ma përpara, kisha pa pak, dhe me thonë, pa përshit. Edhe me zi po priqa me hi me pa, edhe veprën teme, por edhe të tjerat. Kur hypa me vizitu ekspozitën, aty e mora vesh më nej, që kisha fitu çmime dhe ishte kret diqa po pritën për mu, se unë... Çfarë ndjeve në atë moment? Në fakt, u befasova, se më ardhi kështu. Gjë shumë e bukur. Ti një djalë i ri dhe të kesh një çmim të tillë është vërtet e bukur, sepse ekspozita Salloni i Vjeshtës është një ekspozitë prestigjioze, do të thoja, i kalon kufit lokal, është kombëtare dhe mbar kombëtare. Kështu që për të ka një interes të madh. Në fakt ti përfaqësuar me një vepër, me një video. Në fakt, ajo është një reflektim midis dy realizimeve. E keni titulluar Na, ose siç ne themi në shkodran, na. Jo ne, por ne. Është frymzuar nga një vepër e nënës suaj, piktores të mirë njohur, Nirvana Baja, të cilën e përshëndesim. Si lindi ideja për të realizuar këtë vepër? Në fakt, kjo ide ka ardhur krejt natyrshëm. Gjatë kohës që nana jeme ishte me bojna, me penela, të pikturu. Unë kam zgjidhur një medium tjetër që jam të punu, edhe ka vite që nuk merrem me pikturë. Do të thonë, unë mund pikturoj në një gjatë vogël, si më thonë, por jo veprat mirëfillta. Edhe si mundena me bashkëvepru ne të dy bashk, edhe gjet me një gjuhë përbashkët, edhe e lidhme, si më thonë, dy mediumet ndryshme, videon edhe pikturën i lidhme të dyja bashkë në një instalacion. Në fakt, vepra e Nirvanës paraqet një edhe ajo brenda saj ka një lidhje me njeriun brenda saj, ndoshta ti e mendon veten tënde, apo ashtu si çdo fëmijë mendon lidhjen me nënën. Kjo është ajo që vepra
reflekton tek njerëzit, inspiron gjithmonë diçka për të menduar se aty mund të jesh ti, mund të jetë dikush tjetër. Pra, është një vepër që vërtet të frymëzon. Edhe pastaj si e realizove? Realizimi ka ardhur këto ditë vështira që kena kalu. Të pandemisë. Të pandemisë, në ato 2 muaj që kena kanë në karantinë, të mbyllën në shtëpi. Edhe ajo video është bën kushte shtëpijet, si më thonë. Se nuk ashtu ishte mundësia. Po. Dhe realizova një video e cila mu më tërheku, edhe nga që ideja sa ishte që unë penelat dhe bojnat ka kohë që si kam përdorë, edhe i kam tregu të varën aty. Po. Ndërkohë që i e drejtuar pikërisht kësaj vepre, e cila reflektohet edhe tek vetja jote. Ajo piktura që kam zgjallë që kam bashkëvepru me nonën, titullohet Bota ime. Dhe nga kjo jam frymëzuar unë se më ka dhënë ajo pikturë më vërtet një njësi të jashtëzakonshme, nuk edhe është një vepër që unë mund të them më të mirat për mua, se po kur për diçka nonës teme. të frymëzon, natyrisht është mjaft e bukur. Vetë piktoria Nirvana Baja ka arritur të frymëzojë me veprat e saj edhe të tjerë admirues të artit, ndërkohë që ndikimi më i afërt është tek fëmia, tek djali, apo jo. Në fakt, mesazhi i kësaj vepre është një bashkëqenie. Prandaj e keni titulluar na, apo jo? Po, e vërtet. Bashkëveprimi me nonën teme ka fillu qysh me lidhjen teme. Domethënë, unë jam rrit me pikturat e saj, kam fillu vizatimet e para, ose të zhgarravit me bojna, si më thonë, qysh i vogël. Kështu që ky bashkëveprim ka ardhur natyrshëm. Edhe jam frymëzu, ka ardhur domethënë kështu vedit. Është diçka shumë e bukur, ndërkohë që jo çdo gjë lidhet me një ndjesi të rastësishme. Përkundrazi, ti je student në master në Akademinë e Arteve të Bukura. Dhe pikrisht në artin pamor je duke punuar, je duke aplikuar. Mund të thuash diçka pak më gjërësisht rreth interesave tuaja në masterin që po realizon? Në fakt unë kam zgjidhur një degë që ka të bëjë me artin konceptual. Pra, me artin që nuk ka të bëjë, që nuk paraqet direkt me atë që shef ti, po është një gjë më përtej. Që të bën të mendosh. Të mendosh. Duhet me hi mbrana saj që me... është një degë që përfshin shumë mediume, apo ja? Po, e vërtet. Edhe vetë emrin e ka multimedia. Si më thonë, një përmbledhje e gjitha mediumeve që mund të shprehet arti pamor. Faktikisht, si ecën me studimet tuaja dhe cilat janë realizimet, studimet tuaja në fushën e studimeve, me çfarë merresh aktualisht? Unë fakt jam i përqendruar më shumë te video, fotoja. Mund të bëja në pikturë në herë, po domethënë jam i përqendruar më shumë edhe më pëlqen
në tërhek e bëj me marrë shumë qef, domethënë. Në vështrimin tim, ky art përmbledh shumë çka, lidhet me bazën e artit pamor, por përfshin edhe filozofinë, mendimin, zhvillimin e tij. Në hershmërinë ti ke qenë piktor. Edhe vazhdon të jesh. Si ka qenë formimi yt, Klevis? Si që thosht edhe më përpara, unë qysh fëmijë, kam fillu me piktoru, ose dhe më thonë, kam zhgara vite ashtu kur kam qenë i vogël, sa kam ditë, më ndajna me kohën, normalisht, unë e kam pas pedagogën në shtëpi, nuk kam pas nevojë me shku në shkollë, e kam pas shkollën në shtëpi, edhe kështu gradualisht. Me sa di unë, ky edukim ka qenë i mëkuar hap pas hapi, ashtu si që ti po thua. Ndërkohë që i bërë edhe objekt i veprave të mamës tante, apo jo? Shpeshherë ke gjetur veten në një tablo apo në një tjetër? Po, sigurisht. Unë e gjaj veten në shumë tablo që i kam aty të ekspozume në shtëpi, edhe vetëm ndjej kënaqësi kur i shoh çdo moment ditë, sa herë që Dhe janë momentet veçanta, për shembull atëherë kur keni zbritur në bodrumin e shtëpisë dhe keni gjetur një vepër nga të ruajtur nga familja, nga gjyshi. Gjyshi do të thotë në hershmërinë e familjes tuaj ka patur një ndjesi të veçantë artistike, apo jo? Po, është e vërtet. Familja jam e qysh në kohët e hershme, domethënë. Ka pas kanë të prirën për me pas diçka artistike, ndoshta mund të s'keni kanë artista ose po e kanë vlerësuar domethënë artin. E kanë pas edhe qef. Më pas ke vijuar studimet apo shkollimin për pikturë? Unë kam qenë në shkollë, jo licej artistik. Pra në shkollë të përgjithshme? Kam qenë në shkollë përgjithshme dhe universitetin, mandej, e kam fillu për pikturë të në Shkodër. Mandej, duke qenë se s'ka master të në Shkodër, u detyrova më apliku në Tiranë dhe vazhdova. Nuk ishte hera e parë si vjet që merrje pjesë tek salloni i vjeshtës. Ke marrë pjesë edhe në ekspozita të tjera. Cilat kanë qenë ato vepra? Në çfarë teknikash? Më shumë jam i përqendruar tek video dhe pjesëmarrjet e mia kanë gjithmonë me mediumin e videos. Më shumë. Këtë rrallë, e shpreja me instalacion, nga që ishin dy mediume, pikturë edhe video, edhe i bashkove. Në fakt, duke parë këtë relacion të veçantë artistik që ju keni realizuar, jeni në një bashkëjetesë artistike, gjë që të bën të mendosh edhe pas jeshe, edhe pas largohesh nga galeria, për atë lidhje të veçantë shpirtërore dhe artistike që artisti e zbulon, e nxjerr në pa dhe më pas të inspiron edhe ty. Mama juaj, Nirvana Baja, si ka reaguar pasi ti i the në telefon, mam fitova? Në fakt, nuk e kishte prit. As nana, o kënaqtej maset shumë, moraj
Edhe ishte unë krenare për mu, për diçka që kam arrit me forcat e mia dhe avash. Gjë shumë e bukur. Ndërkohë që siç thamë në krye të herës, ekspozita Salloni i Vjeshtës 2020, për mendimin tim, por jo vetëm, ishte një nivel artistik i pasqyruar në veprat e këtyre artistëve. Si e ki parti, si vlerëson punimet e kësaj ekspozita? Po e vërteta që kishte punime me të vërtet shumë të mira. Ishte një kënaqësi me vizitu edhe shumë me marrë pjesë të ajo ekspozitë. Një kënaqësi edhe më e madhe domethënë marrë pjesë. Në fakt shumë artistë të rinj ishin pjesëmarrës. Po në të vërtetë Shkodra është një vend i artit. Edhe unë mendoj që është e natyrshme që në Shkodër me pas atë shumë prurje dhe artista të ri. Ndërkohë që unë mendoj që përveç Shkodrës kishte edhe të ardhur nga qytetet të tjera, por i realizuar në një kohë pandemie, ekspozita ishte një sfidë më vete. Apo shumë e vështirë o kanë. Vitet e tjera me sa diun, ka pas artista dhe prej jashtë vendit, prej qyteteve të tjera. Këtë rrallë ka kanë pak vetëm brenda qyteteve shqiptare. Ma më lavën. Pandemia thatë që në fillim që ju kanë nxitur për të punuar, edhe për të marrë tematika. Mos ndoshta pikërisht mbyllja ka shpërbyer, ka pasur edhe një anë tjetër të mirë. Atë produkt që ju keni nxjerrë dhe pasqyroni tashmë është si një dëshmi ndoshta. Në fakt, pandemia na pa prej këtanve jashtëzakonisht shumë. Edhe në fakt jam një gjatë pandemisis, jam një keq domethënë. Edhe nuk kisha shumë frymëzim, nuk kisha shumë mendime, por filloj tu qetësu gjendja dhe filluan të ardha dhe mendimet më atëshme. Pikërisht si sfidë është kjo një bashkëjetesë, një bashkëveprim, një dashuri, një korrelacion që lidhet jo vetëm me ndjesinë e mëmësisë dhe të birit, por edhe një vështrim më të gjerë, apo ja? Kjo është vepra që reflekton, që rezaton me kuptimin e saj. Është e vërtet. Kjo vepër nuk është e lidhur ngushtë me veprat e njëri tjetrit. Dhe më thonë, unë kam shpreh mendimin tem me anë të videos dhe nana me një punë që është e realizuar në shumë kohë më përpara, po që mu m'jep një kënaqësi të madhe sa herë që e shoh. Edhe kjo gjë ka bërë mu që mu lidh shumë me atë vepër. Artisti gjithmonë ka një sy të veçantë, lidhet me një frymëzim që mbase shumë kush edhe mund të mos e dalloj për momentin. Duke qenë se ju jeni artist që keni frymëzime të vazhdueshme, jeni edhe duke studiuar në master për artin konceptual. Besoj se interesat tuaja nuk ndalen asnjëherë. Në interesat artistike kanë fjalën. Çfarë mund të më thuash për ecurinë, sepse të fitosh një çmim do të thotë patjetër frymëzim. Është e vërtet. Unë nuk jam nal asnjë moment për me jetë përpara, për me bëj diçka edhe më të mirë.
më vjen natyrshëm, si më thonë, që me punu për vedi edhe që me kënaqë edhe Në njerëzit rrjetet artistike që ti një, qoftë edhe pedagogët tuaj, janë njohur me këtë vlerësim tuaj, të kanë përgëzuar, të kanë dhënë një nxitje? Në fakt, këtë ditë ashtu u bë edhe mësimi vetëm shihna online me njëri tjetrin, edhe është e vështirë më marrë vesh pak, por janë shumë të kënaqur, edhe më kanë përgëzuar shumë. Por ata kanë edhe besim të unë, kështu që Klevis çdo ditë ka ritmin e saj, çdo ditë ka nxitjen. Në krye të herës në hapje të programit në radio, unë fola pikërisht për këtë nxitje që njerëzit duhet të kenë për sot, por edhe për nesër. Për një artist pamor si që ti, për një artist të artit konceptual, i cili ka një vështrim shumë të gjerë në mediumin artistik që ai përmbledh, natyrisht të jep shumë çka në botën tënde artistike. Çfarë mendon në një vepër të ardhshme, në një realizim të afërt të krijosh? Fakt, kam shumë gjana për me thonë, me anë të vepër sigurisht. Dhe do të vi me disa videot që i kam menduar, por thjesht kanë nevojë për realizim. Le të shpresojmë që veprimtaritë e shumta, siç mund të jenë ekrani i artit, le të shpresojmë që do të zhvillohen në vitin që vjen përsëri, apo edhe në vepra të tjera e aktivitete të pritshme, të jesh një nga pjesëmarrësit, sepse pikërisht ky art gjen pasqyrim në të tilla mediume tepër speciale, tepër të veçanta dhe tepër artistike. Po, sigurisht do të marr pjesë. Do të kemi kënaqësinë që me marrë pjesë në do veprimtari që zhvillohen. Për mua ishte shumë kënaqësi që të njoha, sepse duke u cilësuar artisti i ri më i mirë në ekspozitën Salloni i Vjeshtës 2020, ti ke reflektuar dhe i ke dhënë më emër artit tënd. E unë shpresoj që punimet tuaja, arti yt, emri yt, të njohi përsëri të tjera ritme, të tjera suksese e natyrisht vështrime të reja në sfondin artistik. Klevis? Të falenderoj shumë për ftesën, ishte një kënaqësi. Të falenderoj shumë sepse erdhe në studio me shumë dashuri dhe natyrisht më pëlqen nga zemra që të gjithë artistët e rinj t'i uroj dhe edhe nga studio e radios të kenë një bekim për vazhdimsinë e artit të tyre. Paç mbarësi gjithmonë dhe sukseset vazhdueshme. Shumë faleminderit. Faleminderit, Klevis. Faleminderit.